Kalaja e Gjirokastërës ka mirëpritur 53.455 vizitorë vetëm në 5 muajt e parë të vitit. Shifra është bërë publike nga Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit Blendi Gonxha, i cili e cilësoi Kalan një thesar të historisë shqiptare që vazhdon të tërheqë gjithnjë më shumë vizitorë nga e gjithë bota. Kjo kala i ka fillesat e saj në vitin 1336, megjithatë, shumë historianë mendojnë se këto mure janë akoma më të hershme. Në të gjithë historinë e saj vlen për t'u theksuar shkëlqimi që pati në nuheqjen e Alipash Tepelenës. Në vitin 1812 filloi rikonstruksioni nga Alipash Tepelena. Gjatë kësaj periudhe, kalaja u fortifikua dhe u pajis me armatime të përparuara. Gjithashtu, u ndërtua edhe kulla e Sahatit, e cila edhe sot rrëmben vëmendjen e turistëve vendas dhe të huaj. Në luftën e parë dhe të dytë botërore, kjo kala u kthye në strehën e shumë banorëve që mbroheshin nga bombardimet ajrore. Prej vitit 1968, ajo do të bëhej qendra e trashëgimisë folklorike, duke u bërë me krenari djepi i Festivalit Folklorik Kombëtar, një festival që mban në këmbë traditën unike të këngës folklorike shqiptare. Kjo kala është kthyer në një nga pikat kulturore më të frekuentuara nga turistët që i lejon qytetit të kenë një sezon turistik përgjatë gjithë vitit.